Në historinë shqiptare ka ngjarje që nuk u shkruan kurrë në vendime gjykatash, por u gdhendën thellë në kujtesën e popullit. Ka krime që nuk u ndëshkuan nga askush dhe masakra që u mbuluan nga heshtja. Por ka edhe raste kur drejtësia nuk erdhi nga ligji, por nga vendimi i një njeriu që nuk kishte më asgjë për të humbur. Kjo është historia e Sadri Elez i Bardemajt nga Rrugova, një histori e dhimbshme, e errët dhe thellësisht shqiptare. Para se të vazhdoj më tej, nëse këto histori kanë vlerë për ju, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse vetëm kështu këto rrëfime nuk humbin në harres. Viti ishte 1942. Lufta e dytë botërore kishte përfshirë Ballkanin dhe trevat shqiptare jetonin në dhunë, pasiguri dhe terror të përditshëm. Në zonën e Rrugovës dhe Gorozdevcit vepronin formacione ushtarake serbe të udhëhequra nga komandant lokal. Mes tyre Verk Letina dhe një tjetër i njohur me emrin Manjol. Sipas folklorit shqiptar dhe kujtesës popullore të Rrugovës, këta udhëheqës kryen krime të rënda ndaj civileve shqiptar. Gra dhe fëmijë u vranë, familje të tëra u shuan dhe aktet e dhunës shoqëroheshin me poshtërime makabre. Thuhet se kokat e viktimave u prenë dhe u hodhën mbi gardhe si mesazh frike dhe nënshtrimi. Një nga fshatrat që përjetoi këtë merr ishte Shtupeqi i vogël i Rrugovës. Aty u masakruan 7 antar të një familje shqiptare. Ishte familja e Sadri Elez i Bardemajt. Por çfarë ndodh kur një njeri sheh se familja e tij është shuar dhe askush nuk jep llogari? Sadri Elez i Bardemaj nuk ishte komandant dhe as figurë publike. Ishte një burr i thjesht nga Rrugova, me familje, me tokë dhe me nder. Por kur pa se masakra e familjes së tij mbeti pa ndëshkim dhe se kriminalët vazhdonin të jetonin të lirë, ai kuptoi se drejtësia nuk do të vinte kurrë nga institucionet. Atëherë mori një vendim ekstrem. Një vendim që, sipas kodit të pashkruar shqiptar, nuk vinte nga urrejtja, por nga nderi i shkelur. Sadri Elezi vendosi të merrte hak. Por ai nuk zgjodhi rrugën e pabesisë, ai zgjodhi përballjen. Sipas rrëfimit popullor, Sadri Elezi hyri në Gorozdevc dhe shkoi drejt në shtëpinë e Verk Letinës dhe Manjolit. Me qetësi dhe pa ngritur dyshime, ai u kërkoi që ta ndiqnin për një rrugë të përbashkët. Me durim dhe zgjuarsi, i mashtroi dhe udhëtuan drejt Pejës. Gjatë një ndalese, në një moment kur askush nuk e priste, Sadri Elezi nxorri pushkën. Ai u drejtua Verk Letinës dhe i foli në sy. Verk Letina, më shiko mua. Kur ishe në Shtupeq të vogël, vrave 7 antar të familjes sime, i hodhe kokat për te gardhit. Këto nuk ishin fjalë zemërimi të verbër, ishin një akuzë, një gjykim i vonuar, por i drejt për drejt. Pas këtyre fjalëve, Sadri Elezi qelloi dhe vrau Verk Letinën. Manjoli u përpoqte ikte, por Sadriu e ndali me fjalë që u ruajtën në kujtesën popullore. Ndalu Manjol, sepse nuk e par kur një shqiptar më parë, edhe ai u qellua dhe u vra. Hakmarrja ishte kryer, por ambaron ndonjëherë historia me një plumb. Sadri Elez i Bardemaj u arrestua dhe u dënua me 20 vjet burgim. Jo për masakrat e grave dhe fëmijëve, jo për kokat e hedhura mbi gardhe,
por për hakmarrjen. Ai I vuajti vitet e burgut pa kërkuar falje dhe pa u penduar, sepse për të nderi ishte më I rëndë se liria personale. Por historia e Sadri Elezi Bardemajt nuk u mbyll me dënimin e tij. Përkundrazi, aty filloi një tjetër formë vuajtje, ajo që nuk shihet dhe nuk shkruhet në dokumente. Vitet e burgut për Sadriu nuk ishin thjesht heqje lirie, por një izolim I plot nga gjithçka që e lidhte me jetën, familja, rrugova, varet e të afërmëve të tij. Ai e vuajti dënimin me vedijen se po paguante çmimin e një drejtësie që shteti nuk e kishte bërë kurrë. Por a mund të dënohet vërtet një njeri që beson se ka vepruar për nder? Sipas rrëfimeve gojore, Sadri Elezi e mbajti qëndrimin e tij si një barë të rëndë por të drejtë. Në botkuptimin e tij, burgu ishte çmimi I paguar për të mos e lënë krimin pa përgjigje. Ai e dinte se historia mund të gjykonte ndryshe nga gjykatat, dhe kjo ishte e vetmja gjë që I jepte forcë. Në Rrugovë ndërkohë emri I Sadri Elezit nuk u harrua. Ai u përmend në rrëfime, në oda burrash dhe në këngë të pashkruara si shembull I njeriut që nuk e pranoi poshtërimin. Në një kohë kur frika sundonte, historia e tij u bë një formë rezistence morale, një kujtesë se shqiptari edhe I vetëm mund të thotë jo. Por tragjedia shqiptare rrallë mbyllet brenda një brezi. Historia do të kthehej sërish, edhe këtë herë e përgjakshme. Në vitin 1999, gjatë luftës së Kosovës në masakrën e Nabërgjanit, serb të armatosur vranë civil shqiptar. Mes viktimave ishte edhe Gjem Sadri I Bardemaj, djali I Sadri Elezit. Babai që kishte marrë hak për familjen e tij, humbi djalin nga e njëjta dorë historike e dhunës. Kështu historia e Sadri Elezi Bardemajt nuk mbetet thjesht një akt hakmarrjeje. Ajo bëhet simbol I një populli që për dekada u detyrua të jetonte pa shtet, pa mbrojtje dhe pa drejtësi. Një histori që nuk u ruajt në arkiva zyrtare, por në folklor, në rrëfime dhe në kujtesën kolektive shqiptare. Sadri Elezi nuk kërkoi lavdi, ai kërkoi drejtësi dhe e mori atë me çmimin më të lartë. Pyetja që mbetet edhe sot është e rëndë dhe e hapur. A ishte Sadri Elezi Bardemaj një hakmarrës apo simbol I drejtësisë së mohuar shqiptare? Na tregoni mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.